të paktën 2 të vdekur dhe të tjerë të plagosur. Ky është bilanci i një incidenti me të shtënë armësh në Stamboll të Turqisë, pranë ndërtesës ku ndodhet konsullata izraelite. Sipas raportimeve, të paktën 2 sulmues janë vrarë dhe një tjetër është plagosur rënd. Veç tyre janë plagosur edhe 2 policë. Ndërkohë pamjet e publikuara në rrjetet sociale kanë treguar momentin e të shtënave dhe kaosin e krijuar. Dhe autoritetet turke kanë nisur me njëherë hetimet, ndërsa deri tani nuk ka informacione të sakta për identitetin apo motivet e sulmuesve. Situata mbetet tensionuar ndërsa siguria në zonë është rritur ndjeshëm. Sipas raportimeve, asnjë diplomat izraelit nuk është i stacionuar në Turqi, as në konsullatën në Stamboll dhe as në ambasadën në Ankara. Kujtojmë se Stambolli është bashkuar në përpjekjet për të ndërmjetësuar në armëpushim në luftën në Iran, dhe Turqia ishte ndër vendet e para që mbështeten publikisht të drejtën e Iranit për vetëmbrojtje. Për të mësuar më shumë rreth kësaj ngjarjeve dhe ngjarjeve të tjera në botë, lexojeni telegrafi.com.